Zvicrën e vogël alpike në shumë kantonshe, shumë kombëshe, shumë gjuhëshe sot e njihet tërë bota. Zvicra këtë na me arriti dhe e mban për shumë çka, tek shqiptarët ndërkaq u bë e njohur posaçërisht nga fakti se dekada me radhë ata këtu gjetën punë dhe strehim. Për shkak të zhvillimeve në Kosovë, për shumë shqiptarë që jetonin në Zvicër, kthimi në atë ishte utopi, diçka që nuk arrihet, thjesht një ëndër së cilës askush nuk i besonte. Pastaj erdhi viti 1999 dhe ndodhi mrekullia. Ajo u bë përsëri e arritshme për të gjithë shqiptarët kudo që ishin. Shqiptarët e Zvicrës tani për të parën herë u ballafaquan me një dilemë të re, të kthehen a të mos kthehen. Realiteti në Kosovë ndërkaq vazhdonte të ndryshojë nga viti në vit. Disa nga ata patën guximin të ndërmarrin një hap të tillë. Në Kosovë u bën ndërmarrës të vegjël apo edhe të mesëm dhe vetëm për disa muaj e arritën atë që në Zvicër nuk arrihet për disa vite. Krijuan imigjin e ndërmarrëse të zellshëm, serioz, të aftë, që ofrojnë shërbime të mira dhe që puna e tyre është e finalizuar. Në ambientin kosovar, kjo ishte risi. Peja, në dukjet e parë nga jashtë, pak gjë ka mbetur që ta kujton se këtu ka pasur luftë. Infrastruktura është shkatruar nga lufta, pothuajse e tëra është konsoliduar, ndërtimet private dhe ato të biznesit po lulëzojnë, e reja po zëvendëson të vjetrën, qytetit është kthyer përsëri gjallëria. Tani tek gjeneratat e reja që e përjetuan luftën, ekziston një dëshirë e jashtëzakonshme për jetë dhe një vullnet shumë i madh për punë. E vetëm se fatkeqësisht, nevoja për një vend pune për shumicën e të rinjve akoma vazhdon të mbetet ëndër e pa realizuar. Ndërkaq Kosova dal nga lufta, ka nevojë për gjithçka dhe hapësirë për çdo gjë. Profesor Dr. Rifat Blaku, ligjërues në Universitetin e Prishtinës dhe ekspert për çështje migracioni, konsideron se tani në Kosovë janë krijuar rrethana të reja dhe se kthimi i imigrantëve është i mundshëm. Në Kosovë tashmë nuk ekziston ajo, nuk po thuaj ato faktorët dëbues, faktorët repulziv nga administrata shtetërore e shtetit serb. Nuk ekziston më, kështu që ato faktorët shtrëngues, dëbues, të maheshëm, po thuaj se nuk ekziston dhe si kanë përfunduar arsyet për lëshimin masi dhe ikjen, egzodin nga Kosova, lidhur me pyetjen tuaj për mundësitë e kthimit vullnetar, nga se tashmë kanë përfunduar arsyet e qëndrimit nga faktorët psikologjiko-politiko-social dhe me mjetet e kursyra, me fitimet dhe eksperiencën që kanë bërë mira mërgjimtar tanë, mund dhe duhet ta kërkojnë shansën e kthimit